Është kënaqësi e veçantë sot e kemi këtu ministrin Dukaj nga Malezia dhe jemi bë bashkë për të nënshkruar një marrëveshje shumë të rëndësishme në kuadër të bashkëpunimit të dy vendeve tona, pra marrëveshjen që ka të bëjë me njohjen e shërbimeve të kualifikuara të besuara dhe të skemave të identifikimit elektronik ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. Në Kosova me Malin e Zi, pra kemi marrëdhënie shumë të mira miqësore, që bazohen në vlera të përbashkëta, në respekt të ndërsjellë dhe në aspirata të përbashkëta që kemi drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Marrëveshja e sotme është edhe një hap i radhës drejt forcimit të këtyre marrëdhënieve tona bilaterale. Kosova është duke avancuar në agjendën e saj të reformave në fushën e transformimit digital. Kosova është një prej shtyllave kryesore ku qytetarët tanë tashmë kanë qasje në mbi 320 shërbime elektronike për qytetarë dhe biznese. Njëkohësisht po punohet në shtyllat e transformimit digital që kanë të bëjnë me interoperabilitetin, pra zgjerimin dhe modernizimin e platformës së interoperabilitetit, pastaj ndryshimin e qasjes tonë ndaj ofrimit të shërbimeve, duke u fokusuar gjithnjë më tepër në shërbimet që bazohen në ngjarje jetësore, pra shërbime të personalizuara, të integruara dhe proaktive që kanë të bëjnë me ngjarje jetësore, pastaj tranzicionin drejt teknologjive cloud, modernizimi i rrjetit qeveritar, dhe një prej këtyre reformave ka të bëjë edhe me implementimin e identifikimit elektronik dhe kuletës digjitale, të cilën jemi duke avancuar dhe jemi në proces të lancimit të saj. Dhe të gjitha këto reforma që jemi duke i bërë edhe në kontekstin e integrimeve tona evropiane, prandaj edhe çdo herë kur ndërtojmë shtylla të transformimit digital, mendojmë edhe për integrimin e këtyre shërbimeve edhe sistemeve përtej kufive tanë shtetëror. Këtu qëndron edhe rëndësia e kësaj marrëveshje që e nënshkruam sot. Pra, identifikimi elektronik dhe shërbimet e besuara përbëjnë infrastrukturën e besimit mbi të cilën ndërtohen shërbimet moderne digjitale. Ne jemi duke avancu, siç e theka më herët, me platformën e identitetit elektronik, identifikimit elektronik dhe kuletës digjitale, po ashtu kemi edhe ofrues të regjistruar, të klasifikuar të shërbimeve të besuara dhe duhet sigurohemi që këto shërbime të besuara që ne ofrojmë vendit tonë të jenë të pranuara edhe përtej kufive të tanë shtetëror dhe e kundërta. Shërbimet e besuara që ofrohen në shërbime tjera të njihen edhe në territorin e vendit tonë. Prandaj edhe po fillojmë këtë proces me vendin mik, Malin e Zi, dhe këtë proces do ta vazhdojmë edhe në vende tjera në regionin tonë me synimin që të arrijmë edhe në njohjen reciproke të shërbimeve të këtilla me vendet e BE-s. Kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët tanë, për shkak se hap derën për shërbime plotësisht digjitale që i tejkalojnë kufit e vendit tonë. Në anën tjetër, kjo është pjesë edhe zotimeve tona në kuadër të agjendës së reformave të akorduar me BE-n dhe natyrisht është një hap dhe pjesë e angazhimeve tona drejt integrimit në tregun e vetëm digital të Bashkimit Evropian. Natyrisht ky nuk është fundi jon i bashkëpunimit, nuk e shohim si fund të bashkëpunimit me Malin e Zi, janë shumë fusha tjera duke përfshi interoperabilitetin, sigurinë kibernetike, shkëmbimin e dhënave jashtë kufive, shërbimet për qytetarë e biznese, shkëmbimet e përvojave në fushat e reformës administratës publike dhe transformimit digital. Pra gjitha janë këto fusha që tashmë i kemi diskutuar edhe në takimin e sotëm me ministrin Dukaj dhe ekipin e tij dhe jemi të interesuar ta shtyjmë tutje. Shfrytëzoj rastin edhe një herë ta falenderoj ministrin Dukaj për punën e përbashkët në realizimin e kësaj marrëveshje, natyrisht e falenderoj edhe ekipin e tij dhe natyrisht do të vazhdojmë bashkëpunimin ton. Me ministrin Dukaj jemi taku më së shumti prej krejt ministrave të tjerë të regionit, jemi taku edhe në Budë, edhe në Paris dhe gjithsesi bashkëpunimi jon edhe komunikimi nuk do të vazhdojë, nuk do të mungojë edhe në të ardhmen. Atëherë faleminderit edhe një herë, mirë se keni ardhur në Prishtinë, ministër, fjala është e juaj. Jam shumë i lumtur që zindem sot në Prishtinë.
për shumë arsye, sepse ne shqiptarët e Malëzi, Prishtinën e shohim si vendin tonë. Rasti është edhe më i madh pasi që edhe formalisht bëjmë një marrëveshje, pra ne shkruajmë një marrëveshje shumë të rëndësishme ku po i heqim kufit digital me Republikën e Kosovës. Kjo marrëveshje ka rëndësi shumë të madhe në rreth parë për qytetarët tonë të dy vendeve, të cilët jetojnë e punojnë në Kosovë, në Republikën e Kosovës, por natyrisht edhe në Maltëzi e jo vetëm për bizneset dhe për krejt bashkëpunimin që është kryesor për integrimin tonë të përbashkët në Bashkimin Evropian. Siç e dini, Malezi prind formalisht këtyre proceseve dhe shpresoj që ta mbyllim deri në fund të vitit 2028 dhe jemi të gatshëm që përvojat tona në fusha të ndryshme ti ndajmë edhe me Kosovë, natyrisht të mësojmë shumë edhe nga Republika e Kosovës, sepse pothuajse gati aty jemi, në disa fusha jemi ne, në disa fusha është Kosova. Urojmë që e besoj se ky bashkëpunim të intensifikohet edhe më shumë në të ardhmen. Duhet potencoj posaçërisht rëndësinë e këtij bashkëpunimit dhe këtij nënshkrimit për faktin se kjo është pjesë e planit të rritjes dhe duhet falenderoj posaçërisht ministrin Jakxhiu dhe timin e tij për një bashkëpunim intenziv që për një kohë të shkurtër arritën ta finalizojmë këtë marrëveshje. Duhet potencoj që Malezi po arrit shumë shpejt, besoj deri në fund tetorit, që të nënshkruajë këtë marrëveshje me të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, që është një arritje shumë e madhe e aspiratave tona si shtet drejt Bashkimit Evropian. Siç e përmendi edhe ministri Jakxhiu, puna jonë vazhdon, nuk është përfundimi i punës dhe natyrisht intensifikimi i marrëdhënieve dhe raporteve bashkëpunimit, sidomos në këto portfolio që ne i kemi, që nuk janë as pak të vogla, duke filluar pra nga reforma e administratës publike, digitalizimi, mbrojtja kibernetike e shumë fusha të tjera. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natyrisht jemi të gatshëm edhe nëse keni pyetje. Faleminderit.